Jemi në panajirin ndërkombëtar të turizmit dhe sportit në qytetin e Prishtinës. Shkodra po paraqet ofertën e saj turistike, ku sot më shumë se asnjëherë Shkodra tashmë orientuar edhe nga investimet e drejtë turizmit, ka një kërkesë të shtuar për pjesëmarrje të vizitorëve në qytetin e Shkodrës. Si gjithmonë, Shkodra ka mikpritur mirëja vizitor, por tani me këto investime që janë duke u bërë edhe me qytetin evropian të sportit që Shkodra ka fituar të vit, do ketë shumë aktivitete që do ketë pjesëmarrës nga e gjithë bota, kuadër këtyre aktiviteteve sigurisht edhe për të vizituar atraksionet e mrekullueshme të Shkodrës. Faleminderit shumë për respektin që e keni bërë panajirit ndërkombëtar të turizmit dhe sportit, të cili tani organizohet për vitin e 17. Është kënaqësi e veçantë që Shkodra, kemi Bashkinë e Shkodrës duhet që t'i promovoj atraksionet turistike që i ka regioni i Shkodrës, në veçanti për turizmit, për turistët kosovarë që frekuentojnë shumë atë pjesë. Siç dihet, ne kosovarët e frekuentojmë pjesën e Shkodrës, Tethit, Shirokës, në veçanti Velipojën dhe bukuritë tregtare. Kjo me këtë rast promovimi i Shkodrës në këtë panajir do të jetë edhe shtytje më e madhe që kosovarët frekuentojnë dhe të vizitojnë pjesë dhe bukuritë e regionit të Shkodrës. Ne ju premtojmë që në një kohë një afat sa më të shkurt do të kontaktojmë edhe do të jemi në nënshkrues marrëveshje bashkëpunimi mes Bashkisë së Shkodrës edhe Odës së Hotelërisë. Pjesëmarrja e këtij numri të bizneseve tregon faktin që gjitha ato kanë edhe çka me promovu. Ne si Odë do të jemi edhe thamë ashtu bashkëpunues që bashkëorganizator. Çdo herë përkrajen do ta kish gjithmonë, për arsye se këtu është vendi ku promovohen vlerat. Tash panajira duhet mi përcjell. Kjo është edhe një peçë edhe një mesazh te subjekte tjera. Qëndrani se do të shijojnë vallet edhe tjera. Faleminderit.